Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Parandaloni problemet me tretjen, kapsllëkun dhe diaren vetëm duke përdorur këtë recetë. Për kryerin e kësaj pune, trupi përdor ushqimin që am që të konvertojë atë në energji. Sistemi i tretës i njeriut është i pajisur me shumë substanca kimike të cilat shpërbëjnë ushqimet dhe kthejnë atë në energji. Metabolizmi kontrollohet nga sistemi nervor dhe hormonet, por ndikohet fort nga plakja. Me kalimin e viteve, metabolizmi ngadalësohet dhe njeriu ka tendencën të shtojë në peshë, të ketë probleme me tretjen dhe të fillojë në problemet e kapsllëkut dhe diares. Pas të 40-ave njeriu e ka të vështirë të humbas kilogramat e tepërt dhe i duhet t'i tregojë kujdes ushqimit dhe aktivitetit fizik. Në këtë video do të mësoni për mënyrat më të mira për të stimuluar metabolizmin pas të 40-ave dhe si të lehtësoni problemet e tretjes, të kapsllëkut, diares e të tjera. Zgjidhni gjithmonë ushqime të përshtatshme. Ndryshimet në regjimet e ushqimeve përbëjnë hapin e parë dhe të rëndësishëm në përmirësimin e metabolizmit. Pas të 40-ave, nevojat për ushqime të pasur në minerale, vitamina dhe ushqyes janë të jashtëzakonshme. Hani më shumë perime, fruta dhe bulmet dhe më pak ushqime të përpunuara, alkool dhe krip. Merrni më shumë proteinë dhe fibër. Proteina dhe fibra janë ndër elementët më të domosdoshëm për mbarvajtjen e gjërave të organizmit. Këto të dyja duhet të merren me bollëk në mëngjes. Do të ndjeheni të ngopur për shumë gjatë. Tretja do të përmirësohet dhe metabolizmi do të përshpejtohet. Gratë mbi të 40-at kanë nevojë për 20 gram proteinë dhe 21 gram fibër në dietën e tyre. Uji është çelësi për një metabolizëm të mirë. Sipas studimeve ku bazohemi sipas Brightside, rekomandohet pirja e të paktën 8 gota uji në ditë. Uji jo vetëm që përmirëson tretjen, por eliminon toksinat dhe stimulon metabolizmin. Aktiviteti fizik është çelësi për një organizëm të shëndetshëm. Përtatësëria ndaj aktivitetit fizik mund të jetë e madhe pas të 40-ave, por rënja nga pesha është e pamundur pa të. Noti, ecja, ciklizmi janë ndër aktivitetet më të rekomanduara për të rënë nga pesha. Gjumi është i rëndësishëm për aktivitetet tuaja. Ekspertët thonë se pas të 40-ave njeriu duhet të flejë 10 orë në ditë. Gjumi është i rëndësishëm sepse të gjitha proceset që përfshihen te humbja e peshës janë të lidhura fort me të. Nëse doni një organizëm të shëndetshëm dhe trupin ta keni gjithmonë në mbikëqyrjen e duhur dhe të mos vuani gjithashtu nga shqetësimet tuaja të kapsllëkut, atëherë duhet të tregoheni më të vëmendshëm me atë që vendosni në pjatën tuaj. Kapsllëku është një problem që prek të paktën 20% të popullatës globale. Një nga shkaqet më të zakonshme të zvogëlimit të lëvizjes së ushqimit përmes sistemit tretës. Nëse nuk ushtroni fare dhe nuk hani mjaft fibra, problemi mund të përkeçësohet. Para se të shikoni drejt derës së doktorit dhe ilaçeve për të luftuar kapsllëkun, mund të përfshini ushqime të mira në rutinën tuaj të përditshme dhe të merrni më lehtë problemet tuaja në mënyrë natyrale. Është e rëndësishme që nëse vuani nga shqetësimet e kapsllëkut, dietën tuaj ta pasuroni edhe me produkte natyrale dhe një nga frutat më të mirë për persona që tashmë vuajnë nga shqetësimet e tretjes dhe konstipacionit janë edhe mollët. Një mollë në ditë mban mjekun larg dhe ky nuk është një model i rastësishëm. Fruti që ju jep 4 gram fibër dhe ndihmon zorën në lëvizje të bazave ditore. Mollët përmbajnë pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative. Në një studim, 80 pjesëmarrës morën suplemente pektine dhe realizuan edhe përmirësime të mira vetëm për 4 javë. Pra, hani mollë të thjeshta, së bashku me kosin, tërshërën, sallatat dhe frutat në çdo mënyrë dhe kështu do të mundësoni një tretje më efikase. Kivi. Fruti është i njohur për veprimin e tij kundër kapsllëkut, stimulon sistemin tretës dhe përshpejton lëvizjen e zorëve. Në një studim të mëparshëm, te pjesëmarrësit që u ndanën në kapsllëk dhe jo kapsllëk, u vore se kishin rezultate pozitive në të gjithë trupin e tyre. Pra bëni një smoothie me kivi dhe lehtësim dhe freski gjatë verës. Fiqtë dhe përmirësimet e tij në kapsllëk janë efektiv. Fiqtë e thatë në veçanti ju japin më shumë fibër. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Një studim i 40 vullnetarëve tregoi se fiqtë përmirësuan strukturën e jashtëqitjes dhe reduktuan ndjeshëm ngërçet e barkut të shkaktuar me kapsllëkun. Thjerëzat.
Ju e dini se shumica e bishtajave ndihmon shumë në lëvizjen e zorëve. Përveç marrjes së shumë fibrave e thjerëza të rrisin prodhimin e acidit butyrik, i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës. Në verë do t'i hani më lehtë në sallatat të freskëta dhe në perime. Patatet e ëmbla gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga kapsllëku. Ju tashmë keni arsye të mjaftueshme për të ngrënë patate të ëmbla, por tani ju zbulojmë se ato ju ndihmojnë të vizitoni tualetin më shpesh. Ato kanë edhe shumë fibër saqë mund të përfshihen në receta të ndryshme dhe të zvendësojnë paketat klasike me to. Kefiri. Qumshti i fermentuar përmban probiotikë të cilat janë bakterie të shëndetshme të zorëve. Studime të panumërta kanë treguar se kefiri është aleati më i mirë kundër kapsllëkut dhe kontribon ndjeshëm në hidratimin e zorëve. Mund të bëni smoothie në kefir në vend të qumshtit klasik ose ta kombinoni atë me tërshër. Kështu do të keni një lehtësi më të mirë kundër shqetësimeve tuaja të kapsllëkut. Kapsllëku është një problem nga më të zakonshmit gastrointestinal. Shumë njerëz që vuajnë nga kapsllëku kanë dhimbje gjatë jashtëqitjes dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesia e një zore të mbushur. Pothuajse çdo njeri mund të vuajë nga kapsllëku në një moment të caktuar dhe shkaku më tipik është dieta e varfër ushqimore. Uji është ushqimi i pasur dhe fibrat lëndët ushqyese më të mira që parandalojnë kapsllëkun. Uji duhet të konsumohet gjatë gjithë ditës për të zvogëluar jashtëqitjen, kështu mund të dalë më lehtë. Fibrat gjithashtu janë të rëndësishme për të shtyrë ushqimet nëpërmjet traktit intestinal. Ja ushqimet më të mira sipas Health Picon, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në relaksin tuaj dhe në lehtësimin e problemeve të jashtëqitjes. Një nga zgjidhjet më të mira për të mos vuajtur nga problemet e kapsllëkut është edhe përfshirja e bishtajave. Bishtaja të tilla si thjerëzat, fasulet, qiqërat kanë një sër përfitimesh shëndetësore. Është mirë që t'i përfshini ato çdo ditë në dietën tuaj duke qenë se janë të pasura me fibra, proteina, vitamina dhe minerale esenciale shumë të rëndësishme për trupin dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Vetëm një kup me fasule dhe bishtaja të ndryshme mund të ofrojë 5 deri në 15 gram fibër për sallata, supa ose tava që përgatiten, në varësi nga lloji i fasules që përdorni, dhe kështu përfitimet do të jenë të dyfishta. Brokoli. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por edhe i shëndetshëm. Ai është një burim shumë i mirë i vitaminave, proteinave, fibrave. Brokoli parandalon dhe ul rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme si sëmundja e zemrës, diabeti tipi 2 dhe lloje të ndryshme të problemeve. Konsumi i tij është gjithashtu i rëndësishëm për tretje. Shtoni një kup me brokoli të gatuar në drek ose në darkë për të marrë 5 gram me gjysmë fibër shtesë. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme që ndihmojnë në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorës dhe jashtëqitjes së menjëhershme. Spinaqi. Një kup me spinaq siguron 4 gram fibër dhe përmban magnez, një mineral që mund të ndihmojë në jashtëqitje. Magnezi gjendet shpesh në laksativ, megjithatë është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme. Në këto të dyja janë më të sigurt për njerëzit. Fruta dhe thata. Përfshiheni çdo ditë në dietën tuaj një grusht me fistik, arra, bajame ose kikirik. Ato janë një burim shumë i mirë i proteinës dhe yndyrnave të shëndetshme. Megjithatë nuk mungojnë as fibrat. Një kup e vetme me bajame do ju sigurojë 9 gram fibër. Farat e lirit. Farat e lirit janë një mënyrë e mirë për të shtuar më shumë fibër në dietën tuaj. 2 lugje dhe fara liri shtojnë 4 gram fibër. Manaferat. Manaferat, borunica, luleshtrydhet e të tjera janë gjithashtu në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve dhe lëndëve të tjera ushqyese. Gjysmë kupe me borunicë ose luleshtrydhe përmban rreth 4 gram fibër. Mollët. Në këtë rast një mollë në ditë është gjithashtu një këshill e artë. Një mollë e vogël së bashku me lëkurën e saj përmban 3.6 gram fibër. Lëkura e frutave përmban fibër të tretshme që ndihmon shumë në këtë aspekt të sistemit tretës. Pasurimi i dietës suaj kundër shqetësimeve të kapsllëkut është çelësi për një organizëm më të shëndetshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.